Më thuajt lutem, takimi mërgjimtarëve në kuvend, show apo mirëseardhje? Unë mendoj mirëseardhje, duhet më mësu populli jonë pak me demokraci, politika është asisoj. Po kësa herë ç'është ka qenë? Po më duk pak pak agresive, për si të qoftë duhet kuptohet se edhe në për Evropë dhe në krejt Ballkanin, do të thotë në për parlamente ka kësi raste. Mirë po na si popull shqiptar, pak më duk e vrasht, mirë po si të qoftë është, demokracia ashtu është. Po. Ti thua që ka qenë më shumë për mirëseardhje, por kjo sot që ndodhi... Për mirëseardhje, sa i do të thotë, unë po flas përgjithësi se nuk jam me asnjë parti politike, shembull, mirë po realiteti tash vetë vendosja AK-ja, PDK-ja, me ato gjeste që i bëjshin, po këto sene normale, edhe do të thotë të shkijet në parlament, i kallën me zë, këto sene dhe më thonë krejt, në për çdo parlament ndodhin, po na popull pak jemi çuditshëm se tash ja kemi marrë nati, s'po du me anu me jo vetë vendosjes, jo PDK-s, jo AK-s, ju lutem, kjo është politikë, kjo është, do të thonë mirë, po na po kemi qef me ecë populli